Nureddini, qëndresa e fundit kundër një sistemi anti-shqiptar. Nureddini ishte me prejardhje nga Vishtica, i shpërngulur në fshatin Haraqin, i cili u bë simbol i njohur i rezistencës shqiptare në fillim të viteve të 90-ta. Në fund të viteve të 80-ta dhe në fillim të viteve të 90-ta, shqiptarët në ish Jugosllavi përballeshin me represion, dhunë, burgosje dhe diskriminim të organizuar. Në ato kohë, politika anti-shqiptare udhëhiqej nga Todor Qushkarevski, Joakim Stojmenov, Tihomir Ilievski, Vlado Tomovski si dhe Vlado Klimovski. Më 18 janar të vitit 1990 në Haraqin, Nureddini e humbi jetën gjatë përpjekjeve për të kundërshtuar rënimin e murit të oborrit të shtëpisë, që ishte një akt e represionit ndaj shqiptarëve. Në shenjë revolte dhe proteste, qytetarët e Haraqinës dhe të fshatrave tjerë e sjellin kufomën e të nxjerrit para kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Me këtë rast një delegacion i qytetarëve do të takohet me kryetarin e parlamentit dhe me këtë rast edhe u ndal ky aksion famëkeq. Nureddini mbeti një simbol i mbrojtjes së pragut, pronës dhe dinjitetit shqiptar.